Policia e Malësisë së Madhe ka arritur të zbardhë ngjarjen e ndodhur në datën 23 mars 2026, ku u vol një banesë. Specialistët për hetimin e krimeve arrestuan një 38 vjeçar me inicialet EB, banues në Gru të Re, pasi dyshohet se ka vjedhur me thyrje një shumë parash dhe sende me vlerë në banesën e 68 vjeçarit nga qyteti i Koplikut. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e Shkodrës arrestuan një 24 vjeçar me inicialet SL, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet policore i gjetën një armë të ftohtë thik dhe një radio marse. Thika dhe radio u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin me të cilin lëvizte i riu dhe celularin. Në Vallën e Dejes me datën 19 prill në fshatin Nënshat ka rënë zjarr dhe përpasoj ndjekur disa shkurre në trasenë e Hekurullës, Lezhë Shkodër, si dhe një pjesë e vreshtit në pronësitë e një 69 vjeçari banues në fshatin Nënshat. Policia bën me dije se po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve, pasi zjarri rezulton të ketë qenë i qëllimshëm. Po nga specialistët për hetimin e krimeve në Vallën e Dejes janë referuar materialet në prokurori edhe për zjarrin në landfillin e Bushatit, i cili paraprakisht dyshohet ketë rënë aksidentalisht. Materialet procedurale për këtë rast u referuan prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.